Protestat e fermerëve grek nuk ndalin, vijojnë bllokada e aksit Kakavi Janin për 3 orë. Protestat e fermerëve grek vijojnë ende duke u bërë shkak i bllokimit të aksit rrugor Kakavi Janin në kryqëzimin Kallpaq. Policia kufitare ndërkaq ka njoftuar se kjo bllokadë do të zgjasë rreth 3 orë nga ora 19 deri në orën 22 në orën greke, njoftimi policisë Kakavi. Policia kufitare Kakavi nëpërmjet qendrës përbashkët të shkëmbimit të informacionit Kakavi është njoftuar nga policia kufitare greke se ditën e sotme nga ora 19 deri në orën 22 me orën greke, aksi rrugor Kakavi Janin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq do të jeti bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët. Do të lejojnë të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare Kakavi kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në orare të tjera të ditës.